keni kurth. Ata sulmonin, tërhiqeshin, ku armiku duke mos e njohur i sulmonte sikur po iknin në Arati, këta i rrethonin dhe i godisin me gjitha gjërat. Dhe ky e dinte këtë punë dhe i dilte përpara i thoshte mos i ndiqni nga pas. Në çfarë gjuhë komunikonte Skënderbeu? Kam përshtypjen që duhet i dinte të gjitha gjuhët e mëdha të kohës. Slavishten duhet të njihte nga krahu i mamas. Tani mamaja e tij Vojsava nga ishte? Duhet të ketë qenë nga familjet slave të Maqedonisë sot me të veriut, por që të Shqipërisë lindore. Sepse Shqiptare? Jo, për mua është slave. Për ju është slave? Slave. Vojsava? Vojsava. Po? Ka një gjë. Dhe gjuhët e Skënderbeut cili ishte? Latinishtja? Osmanishtja? Italishtja është e dokumentuar që... Italishtja? Jo latinishtja. Italishtën e flet si ne thoshin. Italishtën? Po ku mësoi italishtën ai? Nuk e di. Ajo duhet parë, turqishtën po e po. Osmanishtën? Gjuhën turkes. Gjuhën asaj kohe. Po? Edhe greqishtën. Greqishtën. Dhe gjuhët e mëdha të kohës ai ka ditur. Problemi është që zotërit shqiptar të viseve lindore kanë pasur në gjirin e tyre dhëndur apo nuse ose greqisht forse, ose slavisht forse, dhe me martesa dinastike dhe me Bizantin. Prandaj, Nikola Jorga e thot me shumë të drejtë, shumë herët, që ishin familje shqiptaro-slave, shqiptaro-greke, thoshte. Sepse në gjirin e tyre kanë pasur, sepse ishin martesa dinastike, dhe duke qenë martesa dinastike si paj, merrnin territore dhe zgjeroheshin. E kuptova. Kështu që ka qenë në traditën dhe në raportet shtetërore të kohës këto që kanë qenë pjesë e njëra tjetrës. Sa fe ndroi Skënderbeu, sa fe përdor? Fesimet e mëdha. Do të thonë, ortodoks kishte lindur. Pastaj kur shkoi në Edirne musliman dhe kur erdhi këtu një nga aktet e para që e pohojnë edhe Marin Barleti, edhe burimet osmane, katolik. E bëri publike konvertimin e tij në besimin katolik. Katolik, po kështu Bektashi ishte? Relacionin që ka pasur me baballarët Bektashi në Edirne nuk di të them ende, sepse janë të pakta dokumentat që kanë mbijetuar para marrjes së Konstantinopoljes, ka disa, por nuk është çudi që të ketë pasur relata me... Po me ferman të falsifikuar erdhi këtu në krye? Ajo është e saktë. Mund më thuash shkurtimisht për gjithë ata që ta ndjekin? Sepse praktika e tillë ka qenë që e detyroi, ju imponua shkruesit të komandantit të fushatës, e mori dhe i tha jep një ferman. Pse e detyroi edhe me forcë, edhe ekzekutoi. Dhe Evropa. Skënderbeu. Që mos se do e njoftonte. Atje para se të nisej. Jo në Edirne, ishte në Hungari. Në Hungari. Do thonë atje shkruesit i tha që bëjnë ferman tani, i tha. Sikur sultani. Apo Belerbeu i Rumelis që ishte aty, më autorizon mua që Zoti Krujt. Zoti Krujt. Ai e shkruajti? Pastaj ky bravo. Ky ekzekutoi, është brenda praktikës burokratike osmane të asaj kohe. Dhe rrëfimi i Barletit është i saktë. Prandaj dhe osmanët si të thash, i thoshin bukshkal. Prandaj i thoshin bukshkal. I njifte mjaft. Kështu si student atje bërë një debat me një historian? Jo. Ata i pranonin. Ti kisha në vendin tënd do kisha bërë debat, do kisha bërë sherrë debat. Janë gjërat e qarta. Nuk ka. Jo, e di pse e them këtë, se kur vinë personalitetet turke këtu, gati e fshehin foton e Skënderbeut, bustin e tij. Duhet të jemi të saktë. Vlerësimi historik i gjës është gjë, gjykimi politik i historisë është gjë tjetër. Detyra e studiuesit është që politikanëve... Edhe ti ndash ato si ndan? Jo, i ndan. Unë i ndaj. I ndan, a? I ndaj. Detyra e studiuesit është të krijojë, të ndërtojë histori të qëndrueshme që opinioni i gjerë dhe politika ta marrë të plot. E kuptova. Kurse përdorimi politik i historisë është tjetër gjë dhe varet nga politikanët. Foto tjetër? Këto janë familjet e mëdha. Por unë do të veçoja 3. Këtu nuk janë, se është e vonë. Në qendër të viseve shqiptare ka qenë familja Skuraj. Këtu nuk është. Skurajt fillonin në Adriatik dhe mbaronin në Shkup. Sipër ishin tukagjinët, shumë më të fortë se këta.
Ndërsa poshtë muzakajt. Muzakajt? Ne muzakajt. Muzakajt shkonin deri në Thesali. Deri në Thesali, Kurse Bukagjinët deri në... Po si ka mundësi lushat aty në jug fare? Familja Losha. Por Losha, jo Lusha. Sa ty shkët Lusha. Ato janë derivate të shkoputura nga këto familje të mëdha. Shiko, ka një gjë. Cilat familje kanë lënë toponime me shtrirje të gjërë gjeografike, ato janë familje të mëmë. Për shembull? Skurajt. Ka shumë skurajt. Sopata. Nga Ndevi. Nga Sopata. Nga Zgërdeshi. Po Muzaka, ka në i kuptim? Muzakajt janë nga Malësia e Korçës. E jo nga Berati? Jo. Nga Korça jote, Nga Malësia e Korçës dhe janë të zbritur nga 2 krahët pastaj dhe janë zgjeruar deri poshtë. Dhe sot derivatet tyre pasardhës tyre ka deri në Argentinë. Po janë familje shumë e fuqishme dhe kanë shumë deg në ndeg. Kastriotët janë më të vonë. Janë më të vonë, kastriotët. Janë më të vonë. Por kanë qenë tej mase agresiv. Kastriotët, Shumë. E kuptova. Foto tjetër? Tani kjo është një karikatur, në momentin që ne po shkëputeshim nga Perandoria Osmane, po shiko tani më bën përshtypje, zëmra, do të thonë Perandoria Osmane kë kishte, zëmra një ishin shqiptarët. Dgjoj. Ma shpjego pak këtë se një osmanolog vetëm ti mund ta shpjegosh shpejt bukur. Unë do të them vetëm këtë. Dyshi çejbi ajo, mushkria. Bagdad, Iraku, 3 Jemeni, 4 Siria. Jemeni 3 çejbi, stomaku. 4 zorrë Siria. Ajo është si mëlçia aty anësh. Kush, 3? 3. Apo jo. Po themi mëlçia. Po ne zëmra më. Zëmra e Perandorisë Osmane ishin shqiptarët. Dgjoj. Një gjë është fakt që imazhi negativ, por që me të vërtet i keq për Perandorinë Osmane filloi mbas vitit 1850. Sepse deri në 1850 drejtuesit kryesor të sanxhaqeve shqiptare kanë qenë shqiptarë. Prandaj Ali Pasha ishte interesuar në ndërtime publike. Prandaj Vlorajt ishin të interesuar në ndërtime urbane. Prandaj Bushatlind ishin perfekt në marrëdhëniet ndërfetare katoliko-muslimane në Shkodër, sepse interesoheshin për tokat e tyre. Tani këtu s'më del llogaria mua. Prit. Mbas 1880-s, mbas reformave të Tanzimatit, kur i shfuqizoi këto familje, ajo dërgoi njerëz që nuk kishin lidhje me këto troje, por që ishin të besuarit të sultanit deri në vdekje, për t'i mbajtur nga pikpamja gjeopolitike mos shkëputeshin. Po mirë, dakord, po si ka mundësi kjo Perandoria Osmane ka që mirë që thua ti? Jo, s'është mirë. Po jo, deri në 1850 ishte në rregull, po. Jo, ishte në rregull. E delegoi pushtetin tek vendasit. Po, për llogaritë e saj. Pra kishin një lloj, po the autonomie shtetërore qendrore. Dakord. Po. Ligji posaçëm për ndalimin e gjuhës shqipe asnjëherë s'e kam kuptuar. Dhe vetëm për gjuhën shqipe. Dëgjoj tash. Dakord. Vdekje për çdo person që mbante literaturë në gjuhën shqipe. Prit. Jo, kjo një. Ajo që të flasim interesat, se ne gjykojmë sot nga interesat e shtetit kombëtar dhe e procesit të shtet dhe formimit. Po? Ne. Perandoria ishte nga pozitat e perandorisë së përjetshme, që nuk do të binte kur, ashtu siç besonte Roma dhe Bizanti. Jemi dakord këtu? Tash vim këtu. Problemi ishte që ata thoshin, nëse ju japim gjuhën si gjuhë shkolle, nesër do kërkoni autonomi, pas nesër do shkëputeni. Po mi pse vetëm për ne do bënin këtë ata? Sepse e para, çdo shtet tjetër ballkanik i krishterë kishte nga një fuqi të madhe nga mbrapa, që këta nuk e frenonin dot dhe do ikte. Dhe ne ishim kështu. Bravo. Një, e dyta, për fatin ton të mirë dhe të keq, kemi toka nevralgjike gjeopolitike shumë të rëndësishme. Që ata me çdo kosto i donin dhe ne nuk ishim aq të për te i kohës Ali Pashës nuk e kishim më atë fuqi të shkëputeshim nga perandoria të vetëm. Po mirat në atë kohë kam një kundër argument tjetër. Përse ne kemi katedrë të gjuhës shqipe edhe në Moskë, edhe në Shën Petersburg, në Amerikë po, kudo dhe në Turqi s'kishim. Ka. Ka tani
Para sa vitesh u bë kjo? Sa vitesh. Po, mos kishte në Turqi ka sa shqiptar ka Turqia? Prit. Tashti. Kështu që ka diçka këtu. Jo. Ata e pranojnë